Viola Bare, diplomate e cila është dhe sipërmarrëse që menaxhon në distancë biznesin e familjes së saj, gjithashtu nën e 2 fëmijëve. Çfarë mendon që do përfitonin shqiptarët përveç lëvizjes së lirë? Nëse ne antarësohemi në Bashkimin Evropian, mbetëm në negociat kaq vite. Fondet do jenë më të larta të Bashkimit Evropian, do jenë miliarda, nuk do jenë miliona. Kush është e bukur dhe vështirësia e kësaj pune për ty? Është përgjegjësia e madhe të qenurit konsull në Bruksel. Më lind dëshira që ta çoj deri në fund me dinjitet. A ja kam lejt me në pastri shtime dhe lot. Ndoshta Zoti ta fal, por jo, nuk mundem dot. Ata ka ngull thikën dikush mbas shpina në jetë? Çdo herë. S'kan fund thikat pas shpinës. Cilin tel të zemrës preka unë tani që t'ju përlote? Ka pak dhimbje dhe melankoli në sytë e tu. Një grua vetë me 2 fëmijë. Nuk dua kurrë që të dorëzohem, dua të jem sa më e fortë, dua të jem unë e lumtur, që t'jenë ata të lumtur dhe t'jenë krenar për mua. Dua që gjithë sukseset e mia t'ia trashëgoj fëmijëve të mi. Pasi shkëndija elektrike, digjet ekspozita. Forca e dashurisë së mamit nuk e la të dorëzoj kurrë. Dhe brenda 1 muaj, Mozart i ndërtoi gjithçka nga e para. Babi Malketa është njeriu më i shtrenjtë që kam në jetën time. Dhe ndoshta nga gjithë kam gjetur figurën e tij, jam e mërzitur me veten time. Cili është çmimi më i lartë që ke paguar për ambicien për t'u bërë? Liria, Alketa. Para pak javësh ke patur një sfidë shëndetësore dhe zemra ndonjëherë na lë në baltë. Po kam shumë kuriozitet të jem brenda mendimeve të një njeriu që ndodhet në dhomën e një spitali. Alketa, ju luta Zotit të më japi jetë edhe shëndet. Koha është gjëja më e shtrenjtë që nuk blihet me para. Në një moment të intervistës, Viola më tha që dua t'i kërkoj falje babait tim se mbasa e kam zhgënjyer. Jam krenare për shumë që kam. Në autostradën Fier-Lushnjë, kilometri i 5, ndodhet një showroom i madh që quhet Lili Bare. Në fakt ky është një showroom i cili tregon historinë e mundimit, raskapitis dhe sakrificës në fillesat e Lili Bare, që është babai i kësaj familje, i cili ka kaluar stafetën tani edhe tek gjenerata e dytë, tek 2 fëmijët e tij. Lili Bare është në fakt burri i cili e ka mbrojtur me shumë vlera Violën, dhe ajo është vazhdimi më i mirë i prindërve të saj. Me shumë krenari do të flasi për mënyrën dhe fillesat se si nisi Lili Bare të ndërtoi shkallë pas shkallë, e gur mbas guri, tull mbas tulle, një mjedis fantastik prej 2000 metra shkatror, ku është sakrifica, ku janë ëndrat, ku janë arritjet e kësaj familje. Viola gjithashtu do na rrëfej pak dhe për jetën e saj, si një grua e pavarur, shumë e fortë, me një zemër shumë të butë, që ja ka dalë në një botë të madhe, të jetë nëna e 2 fëmijëve, të shërbej diasporës shqiptare dhe funksioneve publike si konsule e Shqipërisë këtu, dhe gjithashtu të jetë menaxherja që zhvillon në distancë biznesin duke mbuluar saktësisht 2 role kryesore: marketingu digital dhe marrëdhëniet me publikun. Pikërisht diplomacia dhe biznesi e kanë këtu atë pikën e përbashkët të lidhjes. Na ndiqni, jemi në Bruges, në një nga qytetet më të bukura të Belgjikës, dhe vazhdon rrëfimi ynë në këtë Meet the Founder, që është për burrat e fuqishëm si babai i saj, por dhe për Women in Power, që e kanë marrë këtë shkollë në familje, tek mënyra se si i ka rritur nëna dhe babai. Të erdha të gjeta deri në Bruksel ama. Të erdha dhe të gjeta. Ta kisha premtuar që do vija dhe erdha. Si është ditë jote, si nis tu Viola? Kam kuriozitet të di. Me çunat. Do të mëngjesi zgjimi? Mëngjesi zgjimi, begati çuna në shkollë dhe gati për në ambasadë. Kur është mëngjesi? Mëngjesi fillon 6:30. 6:30? I përgatit mëngjesin fëmijëve? Përgatit mëngjesin fëmijëve, i bëj gati që në shkollë.
dhe ikim punë. Kur fillon puna në ambasadë? Puna fillon në 9, unë shkoj në 8. Cilat janë përfitimet e Shqipërisë nëse futemi në Bashkimin Evropian politikisht? Alketa në një kohë shumë të shkurtër është bërë si nga ana politike dhe nga ana procedurale një punë shumë e madhe. Posti i konsullit, në të cilën përfaqësoj unë shtetin, është pika kryesore e lidhjes të Shqipërisë me shqiptarëve që jetojnë në diasporë. Dhe të gjithë funksionarët të shtetit, të cilët jetojmë dhe punojmë në Bruksel, sidomos diplomatët për integrimin në Bashkimin Evropian, është një punë kolosale që po bëhet drejt hyrjes tonë dhe finalizimit të mbylljes së negociatave. Të gjithë shqiptarët do të përfitojnë përveç lëvizjes së lirë, tarifat e arsimit, të cilat do janë baraz me ato të Bashkimit Evropian, do jetë bujësia, arsimi, fondet do jenë më të larta të Bashkimit Evropian, nuk do jenë baraz me ato të Polonisë apo të Kroacisë, nuk do jenë miliarda, nuk do jenë miliona, siç janë për shtetin tonë. Një tjetër element i rëndësishëm Alketa janë standardet e larta për konsumatorin dhe standardet shumë të larta për produktin, të cilat Shqipëria i ka shumë të nevojshme. Një tjetër pikë e rëndësishme është drejtësia, një gjykatë akoma më funksionale për shqiptarët. Le të urojmë Shqipërisë integrimin në Bashkimin Evropian. Do ikim neve të vazhdojmë udhëtimin tonë drejt Bruzhit? Ikim? Hajde. Drejt Maçës. Drejt Maçës? Do shkojmë tek Maça, shumë mirë. Hetim një Maça dhe pastaj shkojmë në Bruzh, super. Jam kurioze të di kush është Vjolla për te Lili Bares. Alketa, unë kam dashur gjithmonë që të krijoja identitetin tim, me përkrahjen dhe suportin e familjes time, dhe kam dashur të studioja diplomacinë. Ti ke studiuar diplomaci edhe në New York University në Tiranë, edhe në Paris për masterin për shkenca politike. Për shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, ligje ndërkombëtare dhe diplomaci, sepse më ka pëlqyer gjithmonë marrëdhënia dhe komunikimi me publikun. Kam dashur që t'i shërbej vendit tim kudo që të isha. Cila është rruga e një diplomati të ri që ai nuk e di që do ta përshkojë para se të futet në diplomaci? Ti nga përvoja jote çfarë mund thuash? Përtej të gjithë asaj fasade të bukur që duket fjala diplomaci, është një punë shumë e madhe pas fjalës diplomaci, ku asnjë gjë nuk arrihet lehtë. Dhe pjesa protokollare ku shohin njerëzit është vetëm një ajë e gjithë alfabetit ku një diplomat kalon në rrugën e tij. Kush është e bukur dhe vështirësia e kësaj pune për ty? Përgjegjësia. Përgjegjësia që ty të japim për besimin e të përfaqësuarit shtetit tënd dhe për të qenë pranë qytetarit tënd dhe të japësh besimin që Shqipëria është për ata aty. Kur të thanë Brukseli po të pret, u gëzove? Ishte ky vend yt? Që do doje ti në imagjinatën tënde ideale për të qenë diplomate që përfaqëson Shqipërinë? Nuk e prisja. Apo do doje një shtet tjetër idealisht? Në fakt po, nuk e prisja, sepse është përgjegjësi e madhe të qenurit konsull në Bruksel, por më lind dëshira që ta çoj deri në fund me dinjitet. Komisioni Evropian, Këshilli Evropian dhe Bashkimi Evropian janë të përqendruara këtu dhe mbi 1000 organizata i kanë selit këtu. Pra është krijuar një ekosistem politiko-ekonomik i jashtëzakonshëm ku ti ke bërë vend vetes. Eksakt. Është interesant për të jetuar Brukseli? Për të punuar e dim që po. Është interesant për të jetuar. Brukseli ka arritur Alketa që të bëjë shumë kultura bashkë. Dhe ti të mësosh nga të gjitha kulturat nga pak. Ose nga shumë. Brukseli nuk njeh racizmin. Alketa këtu nuk të paragjykon njeri. Se çfarë ngjyre ke apo se çfarë prirje seksuale ke. Je i lirë. Dhe përmes atyre kulturave ti mëson. Dhe liria është gjëja më e bukur që mua më ka mësuar ky vend. Ikim të pim një maça dhe vazhdojmë bisedën në stacionin tjetër. Hajde. Ja ka vlejt me këtë shpinën dashurit. Ja ka vlejt me një pikën pes një kris.
A ja kam lejt me në pas trishtime dhe lot. Ndoshta Zoti ta fal, por jo nuk mundem dot. Ata ka ngull thikën dikush pas shpina në jetë? Alketa, për sa kohë e mbaj unë veten mend. Pas adoleshencës, kur arrita të kuptoja veten time, çdo herë, sepse unë nuk shteroj të besuarit e njerëzimit, por në fakt nuk është ashtu. S'kan fund thikat pas shpine. Në gjitha format e dashurisë. Jo vetëm në mirësi, po për më tepër në atë lidhje dashurie, ku ti beson. Do ishte bukur për të gjithë njerëzit që të rriteshin në lumturi dhe jo në dhimbje, por Zoti mendoi që zgjedh të fortët për t'i kaluar, për të notuar në dallgët e vështira të detit dhe jo në ato ujërat e qeta, sepse të dobtit nuk do i përballonin dot, kurse si. Po më thoi diçka shumë bukur kur kamerat ishin fikur, po duhet më thuash dhe me kamerat ndezur. Jeta jote ideale, kur të lësh diplomacinë dhe kur t'ikesh nga Brukseli, bashkë me 2 fëmijët e tu do ishte ku? Jo, pa fëmijët Alketa. Pa fëmijët, kur t'i rritur Fëmijët fëmijët. mendoj që ne i lindim që ata të hapin flatrat e tyre dhe të fluturojnë atje ku duan ata të jenë të lumtur dhe të shëndetshëm. Kështu që unë e mendoj veten time në një beach bar, në një vend egzotik, zbathur dhe në një jetë vërtet, siç e kam zgjedhur unë gjithmonë të jetoj. Sepse kompromise nuk bëj kurrë dhe do zgjedh të jem e vërtet me çfarëdo lloj kosto në këtë jetë. Kjo maça ishte fantastike. Është super. Unë maça të ftohtë, maça të ngrohtë. Dëgjoj, jemi në mes të verës qershore dhe jemi prapë me bluza. Me vend gjata, shumë ftohtë Brukseli. Pëlqen klima këtu, Viola? S'është shumë frikëzuese. Në fakt ne të mesdheut S'mund të kënaqemi me diell. me të Prandaj ftohtë. shpirtin e diellit, por kur del dielli këtu çelim. Si është t'jesh një single mom këtu në Bruksel dhe të rritur vetë me 2 djemtë e tu? Dhe ndihesh ndonjëherë në faj që të duhet ti përkushtosh edhe karrierën se je në kulmin tënd. Në fakt, ndërkohë që fëmijët janë shumë vegjël, i madhi është 7 vjeç dhe i vogli është 5 e gjysmë. 5 vjeç e gjysmë. Ndërkohë që babai mungon, jeton në Tiranë në pjesën më të madhe të kohës, ti je vetëm. Pra ndihesh ndonjëherë në faj të gjitha mamat kanë sensin e fajit edhe kur janë shumë kohë me fëmijët. Ti je në kulmin e karrierës tënde dhe ndërkohë duhet që të vraposh në një jetë frenetike këtu në zemër të metropolit. Si a del dhe si ka qenë për ty në fakt? Në fakt, Alketa, shpeshherë shoh që 24 orë nuk jam mjaftueshëm për një mami. Sidomos kur je vetëm me të dy fëmijët. Është e vështirë, por vështirësitë janë në forma të ndryshme. Ti jesh mama single, është e vështirë, por unë kam shpirtin edhe krahët plot. Në faj nuk ndihem, sepse përpos punës, përkushtimi im janë fëmijët e mi dhe dedikimi im janë fëmijët e mi. Sepse unë, Alketa, nuk besoj tek sasia e kohës, unë besoj tek cilësia dhe dashuria që ti jep fëmijës tënd. Dhe unë atë e kam me shumicë. Ku do shkojmë tani? Tash në Bruzh. Le të ikim të vrapojmë i Belgjikës në fakt. A ke ti pak egoizëm për veten tënde, egoizëm të shëndetshëm si mama që lodhesh gjithkohës punë edhe 2 fëmijët e tu bën ndonjë gjë të bukur për veten, çfarë bën? Si e ke ritualin në fundjava, në mbrëmje del, ke dikoj që të ndihmon për rritjen e fëmijëve apo vetëm vet? Bëj Alketa, mundojmë ta gjej kohën kur fëmijët janë në shkollë dhe në fakt jo, jam vetëm. Nuk kam asnjë që më ndihmon. Jam vetëm dhe jam shumë krenare për veten që jam vetëm me ta. Jemi të tre. Ne të tre suportojmë njëri tjetrin. Dhe kemi gjetur gjuhën që unë përkrah ata, ata përkrahin mua. Çfarë do doje ti si nëna e 2 djemve që ata të bëjnë në raport me sjelljen ndaj një vajze? Si edukon ti? Çfarë i thua që është e rëndësishme? Gruaja është qenia më delikate. Dhe unë do doja që ta trajtonin fik këto lulet, t'i përkëdhelnin dhe t'i llastonin sa më shumë, sepse kanë dalë nga një grua. Dhe të rritesh nga një grua e fortë është më bëre me qarë. Po, është normale që të dalin lot nga syt kur flet për fëmijët. Çdo nën kështu ndihet. Do fort, por e gjen tek fëmijët. Sepse në jetën time mund ta imagjinoja vetëm pas jetë pas fëmijë. Çfarë më mund? Po shumë mirë që qave, s'ka, dëgjoj. Nuk duhet të fshejmë lotët, është okej të qash. Çfarë të preku tani? Jam falenderuese ndaj Zotit që më ka bërë nënë dhe më ka dhënë këtë emër kaq shenjtë.
Dhe dua që ta çoj me dinjitet deri në fund. Motivi më i bukur i jetës time. Cilin tel të zemrës preka unë tani që t'ju përlote? Ka pak dhimbje dhe melankoli në sytë tu. Një grua vetë me 2 fëmijë. Me 1, me 3. Çfarë heroinash janë gratë dhe vajzat? Janë. Po ta mendosh. Në fakt, dua të zjatem vetëm pak të kjo pjesë. Gratë janë shumë të forta, por gratë shqiptare janë ato më të fortat. Ato janë vërtet. Ato janë më të fortat. Forca e dashurisë së tyre është një vulkan që Vërtet. lëviz tokën. Dhe i bën të gjitha. Dhe ja del me çdo gjë. Dhe janë shumë të suksesshme. Jam e lumtur që ekipi i Meet the Founder erdhi në Bruksel për të më bërë mua të mundur këtë intervistë kaq të bukur, edhe pse e kisha shumë të vështirë që të flisja për veten time. Alketa më mundsoi lehtësimin e kësaj interviste. Në këtë moment ndodhemi në qytetin e bukur të Bruzhit, në të cilën unë ndaj pjesë shumë bukur të jetës time. Pasi është e vërtetë që unë ndodhem jashtë Shqipërisë, por ama ndodhem për qëllime që ta përfaqësoja atë dënjësisht dhe t'i gjendem shqiptarëve sa më pranë në çfarë do ato të kenë nevojë. Dhe pse jo një ditë të kthehem në Shqipëri dhe të jem ta përfaqësoj po aty në vendin tonë të bukur. Jola, para se të bëjë një emër i suksesshëm në botën e biznesit, Lili Bare ishte një djalë i ri i cili nisi me shumë sakrifica, si përmarrjen e tij, ato që ju trashëgoni sot bashkë me vllajin. Kam shumë dëshirë të di se si e ke dëgjuar ti të rrëfyer nga vetë ai apo nga nëna jote historinë e realizimit. Historia e Lili Barës është vërtet shumë e veçantë, Alketa, sepse asnjë gjë nuk ishte të garantuar, sepse Shqipëria vinte nga një sistem shumë i mbyllur, ku të bëje biznes në atë kohë ishte arritje shumë e madhe dhe donte guxim, donte besim tek vetja. Të punoje në atë sistem, Alketa, kisha vetëm 2 zgjidhje, ose të më mbijetoje ose të vdisja. Dhe ai zgjodhi të mbijetonte. Si e nisi ai biznesin e mobilerisë? Jeta e Lili Barës nuk ka ardhur lehtë. Ka ardhur si shumë familje të tjera, me të varfërisë, ku luftoi për bukën e gojës, si shumë shqiptarë të tjerë. Po Lili me shumë ambicie dhe me shumë besim tek vetja, ka dashur që të eci përpara pas një kapital fillestar. Vizioni i Lilit ishte që të shikonte se çfarë shitej në Shqipëri. Për fat të mirë, në kohën e atërshme, çdo gjë që ti mund të sillje nga jashtë, pra nga shtetet fqinj, në rastin tonë në Greqia, Shije me adhurim sepse ka ardhur nga jashtë. Dhe Lili merr mobilje të vjetra. Ashtu thashim ne kur ishim vegjël. I kemi bler veshjet jashtë shtetit. Është vërtet, ë? Dëgjoj, fëmijëria ime nuk e di nëse jotja ishte e tillë, po ne ruanim ato paketimet e karameleve dhe çokoladave. Jemi ai lloj brezi, ama ka qenë i bukur. Ka nisur me një kënd. Me një kënd. Me një kënd. Këndi i vjetër, i përdorur, dhe sa i bukur ky këndi, aty i lind ideja. Po sikur të sjell mobiljet e vjetra. Paska kërkesë, paska etje. Se ka kërkesë. Aty kuptoi babi që po e komentonin si nevojë, atë që po shikonin, jo vetëm si admirime, dhe tha prit se ka kërkesë ky treg, ka dëshirë, ka uri. Dhe ashtu filloi që ai të merrte makinën e vet të vogël dhe tek zgarat ku ishin sipër makinës, ai filloi të sillte mobiljet një nga një në Shqipëri të përdorura. Ikte në Greqi, i ngarkonte, i sillte në Shqipëri dhe i shiste. Përveç mobiljeve, çdo lloj gjëje çfarë shitej, po fokusi i tij ishin gjithmonë mobiljet. Tull mbas tulle u bë kati parë, u bë kati dytë, sa mi metra katror është sot në aksin Lushnjë Fier, kilometri 6 showroom-i juaj. Ai është një showroom shumë i madh, por nuk u nis me këtë, Alketa. U nis në showroom-in tonë të parë në Fier, ku nisi nga një dyqan i vogël fare, prej 300 metra katror, tull pas tulle u ndërtua showroom-i 2000 metra katror nga 500 metra katror për kap. Babi yt ka qenë kampion mundje, ë? Mundi, Alketa, ati mësoj se si ti jeti disiplinuar, se si të ketë karakter të fortë dhe se si ti dhe në momentin kur ti je i rrëzuar, ti duhet të ringërihesh dhe mos fokusohesh aty, mos ta humbasësh fokusin nga qëllimi yt. Dhe kjo është ajo që ati dha shtysën tek biznesi. Cila është sakrifica më e madhe që ka bërë babai yt? Edhe ne po flisim për sportin e mundjes, tam njeriu rrëzohet, po pastaj ringrihet më i fortë nga hiri i tij, si Feniksi. Ka pasur një moment që
Ti ke vërtet një mësuri për babain tënd se rruga e biznesit nuk është ai bilanci pozitiv në fund që na serviret dhe themi bëri kaq fitim apo kaq xhiro në fund të vitit. Është një rrugë me relief shumë të komplikuar. Çfarë kujton ti? Ka një histori që do duhet ta ndaje, një histori force? Alketa, kur babi filloi që të ndërtonte showroomin e ri Fier Lushnje, një nga më të mëdhaja që po ndërtojnë në atë kohë, ndodhi një fatkeqësi e madhe tek biznesi ku brenda një viti pasi ne inauguruam, për një shkëndijë elektrike digjet ekspozita. Dhe ajo ishte një, nuk mund ta quaj disfat, ai sa mund ta quaj si sfidë që i ndodhi babit për të provuar vërtet veten e tij se sa i fortë është, ku asi nuk kishte mundësi që të futej brenda dhe të fikte flakën, të shuante flakën. Ai vendosi që të futej brenda dhe ta shuante vetë. Wow. Dhe pas një pyetje që ati u bë, si e bëre Lili Bare këtë, si e more guximin që ti futesh e flakës dhe ta shuaje vetë, e vetme përgjigje që ai i dha i dëshpëruar, ishte se është gjaku im. Në atë kohë i është dashur një muaj rekuperim, sepse kthimi që thiti ishte jo i pakët, dhe vendosi që të ndante rrugët me mamin, ai të mbante biznesin në Fier dhe mami të rindërtonte showroomin nga e para në Lushnje, pasi ai u dorëzua. Forca e dashurisë së mamit nuk e la të dorëzoj kurrë dhe brenda një muaj Moza rindërtoi gjithçka nga e para. Pasi kishin ngelur vetëm mure, i pastroi, i porositi dhe ndërtoi të gjithën nga e para. Jam kurioze të di, Viola, si ka ndryshuar shija e shqiptarëve kur bëhet fjalë për arredimin, ë? 30 vite më parë shqiptarët gjithmonë kanë qenë në kërkim të një stili barok të rënd, sepse kjo i bënte që të ndiheshin të rëndësishëm. Sot kanë përshtimin sikur tendenca është drejt mobileve moderne, praktike, minimalizmit. Çfarë do na thojë ti? E vërtet Alketa, sepse dikur ka qenë dhe ajo pjesa që t'ja tregojmë xhaxhait, t'ja tregojmë dhe hallës, të gjitha ato dizajnin e rënd, sepse duhej që neve të arredonim shtëpinë për ta treguar tek të tjerët. Ndërsa tani pjesa më e madhe e familjeve shqiptare duan komoditetin, duan funksionalitetin dhe janë fokusuar tek pjesa moderne, minimaliste, ndërsa tek ato shtëpitë e dyta tek të tretat mund të guxojnë pak më shumë. Furnitorët kryesorë me cilët bashkëpunon janë nga Greqia dhe Italia? Nga furnitorët kryesorë janë nga Greqia dhe Italia. Greqia përmban pjesën e klassikut, ndërsa Italia i dha një tjetër dimension gamës produkteve, sepse është i fokusuar te moderni shumë dhe tek funksionaliteti i arredimit të shtëpisë. Cila është mobilja ku bën më shumë debat një çift? Gjithmonë është koltuku. Koltuku. Gjithmonë. Nuk është krevati dhe Nuk është krevati, jo. Është koltuku sepse aty është pjesa ku familja mblidhet. Ku ata duan rehatin, që të jenë të gjithë së bashku. Çfarë roli ka pasur nëna në këtë histori si grua, si nën, po edhe si biznesbërse? Moza Alketa ka qenë shtylla e shtëpisë, shtylla emocionale, shtylla e punës së babait dhe shtylla e mëmësisë që ajo ka pasur një rol të jashtëzakonshëm, si unë apo dhe tek vllai. Çfarë do doje që fëmijët e tu të kujtonin si vlera nga nëna dhe nga babai, këshilla që ti kanë dhënë ty kur ke qenë e vogël, që të kanë bërë ty Violën që je sot? Respektin për njerëzit dhe mos t'i trëmben punës as pak, sepse asgjë në jetë nuk vjen kollaj. Cili është mësimi më i madh që të ka dhënë babai yt për punën? Që mos të dorëzohem dhe atëherë kur gjërat janë shumë të vështira. Çfarë është për ty suksesi? Nisur nga historia e biznesit familjes. Suksesi është lumturia. Cili është çmimi më i lartë që ke paguar për ambicien për t'u bërë? Liria, Alketa, sidomos koha për veten tënde, sepse ti e ndar në dy pjesë. Pjesa familjare dhe karriera. Sha la 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 la.
Çfarë mbanon nga dita kur i sollën jetë këta dy fëmijë? Alketa, këta në motivi më i bukur i jetës time. Kur linda çunat, rilinda unë. Këta janë forca e përditshme imja dhe jam shumë falenderuese që i kam dhe krenare për ta. Kur kam marrë Eriku në krah, kam thënë që tani kam lindur me vërtet. Ndërsa kur linda Elion, ishte përsëri një emocion sikur të lindja nga e para. Nuk ka të krahasuar me njëri tjetrin. Janë dy emocione të ndryshme. Sepse mendoj se kur bëhesh nën për herë të parë, ti nuk e di se çfarë e pret. Ndërsa për herë të dytë, vërtet ti e di se çfarë të pret, por nuk është e njëjta ndjesi, se janë dy fëmijë, i ke të tut, por janë të ndryshëm. Babai i tyre jeton në Shqipëri. Çfarë ju thua ti për babain, edhe pse ai nuk është prezent, mungon këtu në jetën e çdo dite? Që është i babai i përkushtuar dhe shumë i dedikuar tek fëmijët e tij, qoftë edhe larg. Me babain e tyre kam një raport të shkëlqyer sepse kemi sjell dy fëmijë në jetë dhe ai është një baba shumë i mirë dhe shumë i përkushtuar tek fëmijët e tij. Çfarë do thotë për ty të risësh burra? Të jenë të fortë, të përgatiten për çdo sfidë, për çdo dështim, për gjithçka. Kam shumë dëshirë që Eriku dhe Elio të jenë të pavarur dhe të marrin vendimet e tyre në jetën e tyre, të japin flatra dhe të ecin, të fluturojnë në qiejt ku ata dëshirojnë përpara, sepse mendoj se motivi një nëne në jetë, Alketa, është që të rrisësh fëmijë të shëndetshëm dhe të lumtur, të ecin përpara me çka ata dëshirojnë që të bëjnë në jetë, dhe jo çka atë që dëshiroj unë të bëjnë ata në jetë. Në qoftë se këta fëmijë do ta shohin pas 20 vjetësh këtë intervistë në YouTube, çfarë do doje ti që ata të dëgjonin nga nëna e tyre, diçka që ka shumë rëndësi dhe që ka vlerë për ty? Unë frymoj për ta. Nuk dua kurrë që të harroj veten time, nuk dua kurrë që të dorëzohem, dua të jem sa më e fortë, dua të jem unë e lumtur, që të jenë ata të lumtur dhe të jenë krenar për mua. Dhe dua që gjithë sukseset e mia t'ia trashëgoj fëmijëve të mi. Dua të rriten me imazhin e një nëne të fortë, sepse jam rritur nga një nëne fortë. Dhe dua që atë forcë dhe atë guxim që unë marr në jetën time t'ia përcjell fëmijëve të mi që ata ta kenë në jetën e tyre. O jeta ime, më që buzën. Buzën. Ky është stacioni finali i këtij Meet the Founder, episod ku kishim të ftuar Viola Bare, diplomate e cila është dhe sipërmarrëse që menaxhon në distancë biznesin e familjes së saj, gjithashtu nën e dy fëmijëve, një vajzë e cila solli në këtë episod një mesazh fortë se si një grua pa humbur asnjë nga interesat dhe pasionet personale mund vazhdoj të jetë e fortë, e bukur, e frymëzuar dhe t'ja dalë e vetme, duke rritur dy djem në një teren që nuk është tereni komod ku e kanë rritur si princesh nëna dhe babai, po është një teren i cili e mësoi që po, duhet të adaptohesh, duhet përshtatesh me ligjet e kësaj jete dhe po, duhet mbijetosh, duhet ja dalësh vetë. Ajo ja ka dalë dhe historia e saj ishte shumë frymëzuese. Unë do shkoj ta takoj tani pas pak në këtë mjedis vërtet qetësues këtu në këtë kështjellë të mrekullueshme në këtë kopësht botanik dhe do bëj pyetjet e fundit që janë gjithmonë më të pëlqyera për mua, pyetjet spirituale. Faleminderit që po na ndiqni. Bruce Lee ka thënë, në vend që t'u blesh fëmijëve të tu gjithçka që ti nuk e ke pasur, mësoj atyre gjithçka që ty nuk ta kanë mësuar kur, sepse pasuria e vërtet nuk qëndron tek gjërat materiale, por tek dituria, tek karakteri i qëndrueshëm dhe tek disiplina. Një fëmijë që mëson të përballet me jetën, me mençuri, me siguri do të jetë më i fortë se ai që është mësuar me rehati, me comfort zone. Mësoj të mendojnë fëmijët, të jenë të guximshëm dhe të mos varen nga ajo që kanë, por nga ajo që janë. Kam përshtypjen që kjo ka qenë filozofia e Viola Bares në rritjen e fëmijëve, ku ti vazhdimisht, Viola, më ke përmendur gjatë gjithë kësaj kohe që kemi kaluar bashkë në këto 48 orë, që ti do me patjetër ti tregosh atyre se çfarë do të thotë të jesh i fortë, se çfarë do të thotë të dish, se çfarë do të thotë
kur ne shprehemi të dishësh më mirë dhe vlen më shumë sa të kesh? Alketa, për mua nuk ka rëndësi gjërat materiale, për mua rëndësi ka pasuria që ke në shpirt. Dhe fëmijët e mi janë duke u rritur në një vend për natyrës dhe duke përqafuar diversitetin, sepse diversiteti është shumë i bukur. Ti je vazhdimisht këtu, ky është stacioni juaj i lumturisë, apo jo? Më thënë që në këtë park vini vazhdimisht në fundjavë ose mbas ditëve ose ditëve të pushimit. Ke menduar të kthehesh në Shqipëri? Do doje që fëmijët e tu të ktheheshin dhe të punonin një ditë në Shqipëri? Patjetër. Apo i shikon si qytetar të lirë të botës të zgjidhen aty ku ata janë të lumtur? Se fati të çon ndonjëherë në Zeland 3, të çon edhe në Tokyo, të çon edhe në Kili. Jo, në fakt aq larg nuk do doja. Je mama posesive ti? Je posesive jo, apo? Jo, madje besoj tek liria e fëmijëve. Fëmijët duhet të jenë të lirë. Merren vendime më të mira kur janë të lirë njerëzit? Merren vendime më të mira kur janë të lirë njerëzit, sepse shikojnë shumë dhe zgjedhin vendin ku ata i takon vetja e tyre. Sa rëndësishme ka qenë mbështetja e nënës dhe babait në këtë proces, sepse në kulturën shqiptare nëna dhe babai ndonjëherë janë ata që të thonë mos e bëj, është vendim i gabuar, duhet ja dalësh, duhet ta shpëtosh këtë varg. Në fakt, ka shanse që të shpëtohet varga? Kur ka filluar të fusi uji? Alketa, në fakt, kjo që jam prej prindërve të mi dhe prej mbështetjes së tyre të fortë që mua më kanë dhënë në jetën time. Por prindrit e mi janë shumë pro familjes, por jo aty ku nuk ka dashuri dhe nuk ka paqe dhe qetësi. Dhe unë i kam pasur suportin tim më të madh në jetën time. Dhe i kam dhe do i kem për gjithë jetën time. Babi im Alketa është njeriu më i shtrenjtë që unë kam në jetën time. Dhe ndoshta nga që s'kam gjetur figurën e tij, jam e mërzitur me veten time. Unë i kërkoj ndjes për lëndimet që mund të kem dhënë, por më ka munguar shumë në jetë, sepse ka punuar fort të më japi atë që ka munguar aty. Por më ka munguar ai shumë, sepse e kam shok jetën, nuk e kam baba, unë atë e kam shok. Më fal, do i them që e kam lënduar kur jam ankuar që e kam pasur larg. Dhe duke harruar arsyen pse ai ka qenë larg meje. Është njeri shumë punëtor, Alketa punon 20 orë. Nuk pushon dhe vetëm lufton dhe ecën përpara sepse ai nuk do që të rrëzohet asnjëherë, do vetëm të jetë lart, me ambicjet e tija të parë. Dhe është njeriu më i bukur në botë. Babai im është njeri që nuk harron kurrë nga ka ardhur dhe çdo gjë do e ndaj me këdo. Mënyrën se si ai vizioni i tij ka qenë aq larg sa duke mos e patur mundësinë që të shkollohet vetë, sepse i duhej që të punonte fort dhe ishte shumë i shkatët si natyrë. Ai vendosi që me shoqen e tij të jetës të udhëton të gjithë botën që ai të hapte horizontin e tij. Dhe na ka rritur me frymën që ne duhet të udhëtojmë, si unë edhe vllai, ku vllai sot është shtylla kryesore e shtëpisë tonë dhe e biznesit të tij dhe unë jam shumë krenare për të. Të na udhëtoj dhe të na shëtisë në gjithë botën që ne të hapim horizontin, të shohim sa më shumë dhe mos të na mungoj asnjë gjë, as në sy, as në shpirt. Viola, të falenderoj për këto orë të mrekullueshme që kemi kaluar bashkë në Bruksel dhe në Bruzh. Të uroj që në statusin e diplomates të bësh gjëra sa më të mira për Shqipërinë, për shqiptarët e diasporës, të kesh një karrierë të gjatë dhe të bukur, se je investuar gjithë këto vite, të rritën fëmijët, të lumtur edhe të lirë siç ti do, edhe të gjesh dashurinë shumë pritur. Ti mund të jesh e plot vetëm, por kur gjen një njeri të plot, është edhe më bukur. Alketa, mund të klasifikoja tek njerëzit më të bukur dhe në mënyrë më të bukur se si flet për dashurinë. Dhe të falenderoj unë ty që më zgjodhe të më kesh në këtë Meet the Founder kaq të bukur. Faleminderit shumë, Viola. Faleminderit. Pa çfat. Zotit bekoft. Thank you. Thank you, baby. Faleminderit shumë që je rrallë. Shumë faleminderit. Kam ardhur në Fier dhe jam pikërisht tek Baçja e gjelbëruar e Lili Bares, babait të Viola Bare që e takova në Bruksel. Kisha shumë dëshirë që pas intervistova përfaqësuesen e brezit të parë që trashëgon këtë biznes edhe që e menaxhon në distancë
pjesën e marketingut, sidomos marketingu digital, që të vjetë të takoj atë që ishte themeluesi, koka e këtij biznesi, babai i cili trashëgoi vlerat, ndërtoi me shumë sakrificë dhe me shumë mund gjithë kompani që quhet Lili Bare, dhe kur shumë njerëz arredojnë edhe mobilojnë shtëpitë e tyre, kisha dëshirë që ta respektoja sepse më pëlqen gjithmonë që të kthehem tek rrënjët, atje ku lind gjëja, dhe pastaj të vazhdoj me degët dhe me frutat. Është shumë e thjeshtë për brezin e parë apo brezin e dytë që në një rrugë të asfaltuar të ecin edhe ta zhvillojnë biznesin, por nuk është asnjëherë e thjeshtë për ata që e kanë nisur nga zero dhe e kanë ndërtuar me djers. Në një kohë kur Shqipëria nuk ishte e njëjtë me Shqipërinë që ne jetojmë sot, ishte një Shqipëri tjetër, ku pjesa më e madhe njerëzve ishin të tentuar që të largoheshin për gjetur një jetë më të mirë. Ndërsa ai bashkë me bashortën u kthye dhe tha: "Guri i rënd në vend të vet, në Shqipëri do ta ndërtojë ëndrrën time." Do takohemi pas pak me Lili Baren, babain e Violës. Jam shumë e kënaqur që pas një udhëtimi shumë të bukur në Bruksel ku takova Violën, një nga trashëgimtarët e Lili Bare, takoj më në fund babain e saj. Jam shumë e lumtur që takohemi këtu në shtëpinë tuaj që është ndërtuar pikërisht pas showroomit, ku juve kaloni pjesën më të madhe të kohës dhe të jetës. Është një showroom edhe një kompani të cilës i keni kushtuar praktikisht jetën dhe ju dhe bashortja juaj. Mirë se të gjeta një herë. Faleminderit. Viola, nëse të ngjan o Lili ty? Në çfarë mendon që të ngjan? Në cilat i pare? Viola po të thuash mbi 80% më ngjan mua. Nga shkallësia, nga guximi. Jam shumë e kënaqur që kam ardhur këtu dhe që të vizitoj këtu në shtëpinë tënde. Jam shumë kurioze të di pse me dy prindër, një nga Voskopoja, një nga Përmeti Tjerë dhe në Fier dhe niste këtu gati 3 dekada më parë këtë biznes. Ç'të solli në Fier? Origjina e babait është nga Voskopoja, nënës ta kam nga Përmeti, lindur edhe rritur në Fier. Tani gjyshi ka ardhur që para 100 vjetësh këtu, kështu që ju mbetet këtu në Fier. Këtu në Fier, në Fier. Edhe sollu zhvillim në Fier apo jo? Po normal në Fier. Në Fier kemi punuar me sportin, me biznesin. Si kampion në mundje që ke qenë, më bëj një analogji mundja dhe biznesit, çfarë pikash përbashkëta kanë? Puna e sportit ka qenë një gjë shumë e mirë për neve. Jemi servitur dhe po thuash në sajt sportit kemi arritur edhe këtu ku jemi sot. Pra disiplina është gjëja numër 1. Disiplina, guximi të gjitha. Çfarë ke mundur ti që e ke mposhtur? Cila ka qenë vështirësia më e madhe? Mban mend ndonjë moment shumë të vështirë? Viola më tha që keni kaluar një moment kur u dogj fabrika dhe ju desh që ta niset nga e para, ju u dorëzuat, po pastaj bashortja tha, ne do bëjmë një gjë dhe më të mirë sa kjo që humbëm. Neve siç e kemi atëherë në 90 në Greqi, punuam atëherë nga një vit, edhe sakrificë e madhe, po e pam që nuk rrihesh, do me thënë do ktheheshim patjetër, se edhe nuk rrihesh, se guri rënd peshon vend vet, i thon fjalës. Dhe u kthyem, pasi u kthyem, filluam të bënim biznesin. Vajti ardhje, filluam punonim, fillim me tesha, me rroba, me të gjitha, pastaj puna e mobiljes ka qenë një histori, me thënë drejtën se kemi pasur shtëpit atëherë në pallat edhe solla mobiljet për shtëpinë time, ku filluan ata i kërkonin klientët. Dhe pash që kishte sukses, dhe kështu arritej edhe puna e mobiljes. E marrë mund klientën e parë, kush i ka blerë mobiljet e para? Komshiu im. Komshiu? Ballë për ballë. Si ishte kur more pagesën e parë, shija e suksesit, në sensin e suksesit, jo të para si numërove? Ishin goxha, se po të vije, do me thënë, mobilja ishte që peshmera në vlerë, se sa një bluze, dhe atëherë filluam të merreshim me mobilje. Si e ke rutinën e ditës, në çfarë zgjohesh në mëngjes në këtë kopshën e bukur këtu që pas shtëpisë? Me gjumi, na del edhe në 5 mëngjesit, 6 mëngjesit. Kështu ke qenë gjithë jetën? Po. Njeri mëngjesi. Kam qenë shumë aktiv në punë, edhe punë e dashuroj shumë, nuk është puna, fito sa të duash, do me thënë punë e kemi me qef. Jemi mësuar që në mëngjes me punë. Kush vendos, burri apo gruaja në Shqipëri për mobiljet në fund fare? Gratë. Gratë vendosin, ato janë boset e vërteta. Po parat kush i paguan? Burra. Do me thënë ka bosa që paguajnë, po ka dhe bosa në vendimarrje. Fiks fare. Çfarë ka ndryshuar në 30 vite biznes në shijet e shqiptarëve? Ka ndryshuar moda apo ka ndryshuar qasja e shqiptarëve? Gjithmonë i dua mobilet klasike për të treguar madhështi, fuqi, ne e kemi pjesë të kulturës grandiozitetin pak. Apo kemi vajtur tek linjat më minimale, tani duam shtëpi praktike, moderne, në më pak objekte. Unë kam lënë re një diçka që neve shqiptarët të mirën e duam. Sikur edhe mos i kemi mundësit, neve po që gjë e mirë neve e marrim. Mire kemi. Këtë. Mire shumë kemi. mire kemi.
Jeta shumë e shkurtër për të mos u jetuar mirë, kështu që edhe shtëpia është shumë e rëndësishme apo jo? Është vendi më i rëndësishëm arritja më. Edhe din të zgjedhin. Janë për shembull shtëpitë në Greqi, në Itali, shumë thjesht, kurse neve na pëlqen moderne shumë. Në një moment intervistës Viola më tha që dua t'i kërkoj falje babait tim se mbase e kam zhgënjur. Në fakt si një baba me zemër të gjerë, me ca thinja më tepër e ca rudha më shumë nga përvojat e jetës. Çfarë do t'i thoje vajzës tënde sot që ta qetësojë ndërgjegjen se të gabosh është shumë njerëzore apo jo? E kishte shumë të rëndësishme këtë edhe me syt më lot, dua t'i kërkoj ndjesë se mbase e kam zhgënjur babain tim. A nuk duhet në fakt prindrit mos i krijojnë pritshmëri shumë të larta fëmijëve dhe t'i pranojnë dhe t'i vlerësojnë për atë që janë? Ata kanë për versionin më të mirë të vetes tyre. Dhe ju si baba keni për gjithçka që ajo t'ia dalë. Absolutisht, unë me Viola jam shumë i kënaqur. Viola është një gotë shumë e dashur, e respektuar, edhe në punë punon shumë mirë, edhe jam krenar për çupin që kam. Viola është një mama shmullore që ka dy çunat i ka si yje, është e fortë, është shumë e dashur, edhe shumë e përkushtuar dhe për punën dhe për fëmijët. Unë edhe bashkëshortja ime jemi shumë krenar për Violën që kemi. Po djali? Merret me biznesin këtu? Edhe me çuni vazhdon këtu tani me mua, Kosta, punojnë bashkë dhe vazhdon dhe i punën bashkë me mua. Çfarë roli ka patur bashkëshortja Moza në ngritjen e murit të suksesit, vër një gur, ndërton një mur? Moza ka shumë vlera, edhe e kam pasur në krah gjithmonë, dhe për gjithçka, edhe këtu ku jam sot, ajo ka meritat e saj. Si qëndron e pa lëkundur një martesë për më shumë se mbi 3 dekada? Në kudo që kemi shkuar, bashkë kemi qenë, bashkë kemi punuar, edhe lëvizjet që i bëjmë gjithmonë bashkë. Po kush është sekreti? Se tani janë bërë familjet moderne, nuk rezistojnë, ë? Sekreti 40 vjet bashkë, nuk ja kemi prish njëri tjetrit, gjithçka që minim një mendim, e minim të dy bashkë. Në të mirën e të keq bashkë. Keq e bashkë. Po i afrohemi për vjetorit të artë dhe do t'ja bëj klas eventi një martesë, kështu një rifreskim për lezetin edhe për kënaqësinë e gjithë këtyre viteve të jetuara bukur. Viola më tregoi që përpara pak javësh ke patur një sfidë shëndetësore dhe zemra ndonjëherë na lë në baltë. Arrestit kardiak i shpëtua me sukses, edhe je shumë mirë dhe të uroj jetë gjatë, edhe shëndet, po kam shumë kuriozitet jem brenda mendimeve të një njeriu që ndodhet në dhomën e një spitali, edhe nuk e di se çfarë flet me veten e tij në ato momente. E kaluam një siklet shumë të madh, ishte pak e rëndë. Megjithatë unë thash inshallah jetojmë për fëmijët, për familjen, se kemi punuar shumë sakrificë të madhe, e t'i shojmë kalamajt. Alketa ju luta Zotit të më japi jetë edhe shëndet, se Alketa koha është gjëja më e shtrenjtë që nuk blihet me para. Pa që jetë gjatë, se zemrat e mira meritojnë që t'jenë gjatë këtu në këtë botë për ta bërë botën një vend më të mirë. Shumë faleminderit. Të falenderoj shumë edhe ty nga zemra. Faleminderit. Faleminderit Alketa.